Are, kështu që tani do pim cigaret e atyre. Oses. Pa ditë për ta kimi ardhë njërë. Shte fundit lam të mira, jo ti s'mund të jeshe imja, ti zite jo, të dashurosh. Kutllaçin e madh, shikoni miq, spektakolar. Për masat janë, po aq që thuaj se Fatmiri vet. Qartorve ka. 25 cent më shumë se ne e ka pagua, më do e marrë e shpej ka vendos. Shpej dhe marrë. Nuk u alën këtine të Airbnb. Part 3 of the Lisbon saga. This time, we left Lisbon and headed to Vila Nova de Tazem for our intercultural project. Trying to be responsible and all that. Only problem? We didn't film much. We were too busy being productive or just lost. Who knows? But don't worry, we took some pictures, so we'll show those and prove we were actually there. Let's go. Përshëndetje. Si Habib? Bretin e kam përpara apo? Breti si e bret? Absolut. Për ndryshe e doni, i fitoj këta djemt në më shumë pullapsa dhe I mora 4 cigare. 4 cigare, kështu që tani do pim cigaret e atyre. Kjo është një biznes i vogël këtu që promovon punime artizanale në zonat malore dhe rurale të Portugalisë. Ishte një eksperiencë interesante dhe tani do të vazhdojmë me projektin. Alright, so this is the village. Yes. Perfect. First impact, it doesn't look like it Yeah. was only something artistic, but it is really the village. It's like small pixels. Yes. It looks like. In the beginning of the project of the Huta was the reception, a long time ago, 20 years ago. Looking the burel. So this is from Yes. the ship that we saw there. The local enterprises, the communities have the appropriation of Deri më tani ka shku mjaft bukur. Si mendon ju atë? Absolut, shikuesit ton të dashur, ne jemi 3 musketierët e Portugalisë, pushtuesa të vendit, e kemi shijuar maksimum Portugalinë, edhe vazhdojmë ta shijojmë akoma deri në ditën e ikjes. E don ndonjë koment? Absolut. Absolut. Ashtu se. Ato do ftejmë në djegës me Aveiron. Si ta shohin. Djegë si ta shohin Aveiron. Këtu në Aveiro çdo shitse duket sikur Georgina Rodriguez. Pa. Por jo, çdo Alton duket sikur Cristiano Ronaldo. Aveira vendosëm të vim në The Colorful Houses. Pa ditë për ta kimi ardhë njërë këtu. Tu ndërgju tjerë. Ja, për këta. Tu ndërgju Sultani Veziri. 12 kilometra. Pi qendre, për këta. Tu ndërgju Sultani Veziri. E don? Si me don ti? Unë mendoj që janë shumë ngjyra leshatore, më pëlqen. Stefan, what do you think about the houses? They're very cold. They're very good though. Habib, Po? si duket të distrikti? Hey, lezeq. Për ta kimi ardhë njërë këtu. Kush na ftoni këtu? Kush ishi? Mjafton kur jemi mbreti, kthehej nga mbreti. Ja. Absolut kur jemi mbretin.
bëhet pak më interesant. Absolut, po. E ke baba e dona dy zapër. Ke nga baba e dona. Po. Baba e don? Absolut. Lam të mira, jo ti s'mund të jesh e imja, ti zite jo të dashurosh, nuk do të jesh më putja ime, nuk do të kesh më ledhatime, nga jeta ime të lutem shko. S'mësove të duash, prandaj do të vuash, se zemrën se kishe, vetëm për mua. Tani çdo mbrëmje, unë ty të shoh, ti do të mbetesh e vetme, është e fundit lam të vira, jo ti s'mund të jesh e imja, ti zite jo të dashurosh. Edhe ja 3 mbretat këtu, duke nxjerr zallin nga këpucët. Kjo është mbreti i tretë, ta janë 2 të parë. Kurse pirati i madh me shpicerka nuk ja ndjen fare. Shpicerka. Absolut. Absolut. Përshëndetje njerëz. Sapo na kanë pru ill stew, do me thënë një tavë ngjale, edhe për ta ngrënë, kema kështu. Me këtë kutllaçin e madh. Shikoni miq, spektakolar. Për masat janë po aq që thuaj se Fatmiri vet. Fatmir, si të duket ngjala? Tu ndoshta e masin me inç si në Amerikë. Qofim unë qarë ka marrë. Unë ka marrë si qërë se kjo steakhouse. Uj. Edhe Edin e haruan t'japin. Edi ishte shumë i rritër, edhe e haruan t'japin me qëllim. Edi, ku e ke peshkun te? Ma harrum peshkun, ditës. Në qarë. E dokumenton e gjithë. Tem përsëri në Lisbon, tani morëm një apartament në Alfama. Jemi shumë afër këtij sheshit këtu. Sapo mbaruam me projektin. Edoni ka shkuar atje në një nga lokalet. Ne do i bashkangjitemi tani. Projekti ishte shumë interesant, nuk filmuam shumë gjatë projektit, për arsye tjera, dhe shijuam kështu pa filmime. Tani erdhëm këtu dhe do ju tregojmë çfarë do bëjmë në këtë zonë. Na kanë mbetë edhe 2 ditë të tjera, mirë po avioni për në 15-in u bë cancel. Edhe tani duhet të fluturojmë në 16-in, kështu që na mbesin edhe 3 ditë. Sot është 13. U akomoduam në apartamentin që kemi këtu afër dhe dolëm për ndonjë pije. Koha shumë e bukur sot, ka një erë të ngrohtë. Tani do shkojmë për ndonjë bjerë. Kimi qanë, qëtër është. S'kishte kështu kërës qëllë. Po kështu kërës qëllë e bashka pas. Bashkë ti, Po më këtë për të ju i pak mandi, unë qështë duhet? E qarë. Në shkeli të dhe. Qishtë duhesh dhe ma pisha? Si? E filmu me abas. Ku është ajo për të pëjuj? Kimi qonë a s'kimi qonë? Kimi qonë, e si s'pas kimi qonë? Ku është ajo për të pëjuj? Ku është? Ja e doni e vërteton. Po s'ishte kjo, ruall tonë. Ajo ishte ke Pink Streeti, termal, kjo kështjela s'ishte se kimi pa. Si se vuna me? Po e vuna, qishtë duhesh taj zë ma pish?
Pirdu. Ja. Ta e radhe bom shopping që t'ja mëngjeset brenda, mos pagojmë, do me thonë, to 3 ditë. Këtu, komplet unë kom argju 10 euro e 60, Fatmiri 10 e 60, e Doni ka argju 12. Mi marrë produkte për ta kalu mëngjesi. Po, veç qartorve ka. 25 cent më shumë se ne e ka pagua, më do e marrë e shpëj ka vendos. Shpëj do e marrë. Nuk u alem këtine të Airbnb-s. është torb luksi, o të gjem. Torb luksi me banana. E doni të na shkojnë në windsurfing nesër. Sa është windsurfing, ama s'ka gajtë. Dhe ashtu, surfing. Po që s'ka wind. Se ve don kësaj Po trash. të duhet wind për surf. Is it green? Yes. Ce filma. Qeshin t'ua filmojmë. Kjo është Korzoja, si thomi neve. Qeshi i Lisbonës. Ove mbret. Shtu duhet të provojmë. Ndryshe kjo është marketi i Lisbonës. Ka shumë gjëra këtu. Flea market. Erdhëm çojmë diçka interesante që ndoshta do na pëlqej. Jemi lodhur shumë nga udhtimi, nesër ikim